Territori i Kosovës për datën 13 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta, por të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët dhe me diell. Paraditja do të jetë e kthjellët në të gjithë territorin, ndërsa pasditja do të vijojë me diell dhe vranësira të pakta lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 9 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 1 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 13 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 13 dhjetor do të jetë në orën 6:50 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 0 deri në 9 gradë Celsius. Podujev -2 deri në 7 gradë Celsius. Skënderaj -1 deri në 6 gradë Celsius. Pej 3 deri në 9 gradë Celsius. Prishtinë -1 deri në 7 gradë Celsius. Gjakov 0 deri në 8 gradë Celsius. Malishev 0 deri në 9 gradë Celsius. Gjilan -1 deri në 7 gradë Celsius. Ferizaj 0 deri në 7 gradë Celsius. Kaçanik 0 deri në 7 gradë Celsius. Suharek 0 deri në 9 gradë Celsius. Prizren 0 deri në 7 gradë Celsius.